Në institucione më punësu si ka ardhur rani, s'kam qenë i punësum. Limanin ka qenë njëri prej pjesëtarëve shumë të fortë të QK-s. Por po si ka qenë i fortë, ka qenë edhe i dashtun kështu në mesin tonë, kështu që rasti kur ka ndodhen, rasti papritën, domethënë tragjik shumë, na ka mërzit krejt, me fort drejt. Normal, na mërzit me për krejt, po ka qenë si e papritën. A ka posë nevoj Limoni me punu ndërtimtari për kushte, apo jo, nuk jam i sigurt. Unë, personalisht. Kom vetë në Masanina, po dohet jemi të sinqert. Po që ka përfundu në qatë form, ajo është fakt. Aty në nuk mujnë me nërrua, se ka përfundu do më thonë të qenë. Edhe ti tërkom punë, edhe aty, prap nuk më hinë ato, a ka pos nevoj, apo s'ka pos nevoj. Se i përket për kujdesjes, tash, të veteranëve, na jem shtet, e thash më herët, lufta e pare fitume në histori, jena halat të formu. Pa e akuzu kërkan, si më herët, si që thash krejt, unë e thamë që ne jem shtet në formim e sipër. Jo si shtet qeveri që thujnë, këta e shtet e Kosovë, në shtet në shpirtnisht të jena të formu. Në halon nuk jena të e kuptue, se qëfar vlerët me pos veterani. Si jena të e kuptu, se qysh respektohet. Halon nuk e kuptojmë që jo veç veterani, po edhe senet që janë simbol i lirijës që është du të mërë trajtu. Një flamor, po të marrë shambull, që seni maj leti, maj thjeshti, që është du të më trajtu. Në flamora në shumë vërreza, vende për kujtimore krejt, vjetërsohën flamurat krejt, okej, nështë as pas kanë mundësi. Shumë, po ato do të më trajtu në mënyrë të veçantë, me respekt të veçantë qëti flamuri, jo vetëm me shku me ndru me vënutrivin, po do të sakt me ditë na, si shoqëri, çka me bo me atë vjetrin. Jam të full për një material. Flamuri është kuptohet aja. Të na, mësa e di unë i gjujnë ata, flamuri se janë shkoqë. Jo. Edhe ai do të me posë, prej kësaj date, den këtë datë, ka nejtë, filan varezin, filan veni dhe arkivohet. Jam të full për diçka që nuk kushton kur gjo. Nësa shumë i thjeshtë. Se përket kujdesit ndaj veteranëve, gabimi maj madh i shtetit tonë, po e quj si gabimune, që na nuk e kemë kriju një institucion zyrtar, shtetnor, si që ka Kroacia. I kuptoj njerëzit që e kanë pas përsipër me kriju, që s'kanë mujt. I kuptoj. Fillim ka qenë në Miko, Miko dikur përfundoj, u banë më shtet, jo s'pëna lanë të hujt, nuk e di, me të vërtet, nuk e di, a kanë pas mundësi me kriju qëta, as kanë pas. Nuk e di, a kanë dit, as kanë dit. Pse une nuk e di, linë pyta që është të speden, nuk e di se une nuk kam qenë kur i punësum në institucione, nuk jam marrë me politikë. Për me politikë që si jam marrë, shumë është e thjeshtë, se e konsideroj vetën që nuk jam politikan, nuk di me po politikë, nuk di. Shumë thjeshtë, kështu që një punë që se di s'kam qef më përzi. Shumë thjeshtë. Në institucione më punësu si ka ardhur rani, s'kam qenë i punësum, kështu që jam marrë me jetë private. Më kuptan. A është vënë puna e veteranëve, a është vënë? Çdo ditë është vënë, nëse zbojmë diçka në aspektin institucional. Çdo ditë. Pse? Vetëm një organizat në botë që shkon të zvoglu është e veteranëve, sepse vdesin për çdo ditë. Kështu që na duhet edhe si shoqëni, edhe si shoqata të ndryshme, më ullë me bisedur rreth kësaj çështje, të janë nisë prej akademisë që fatkeqësisht nuk kum pa që ka dhonë e rezultat
s'paku një propozim kombëtar të mirë, po edhe shkencor edhe të zhvillimit ekonomik. Çfarë do që tjetë, ullë me dhoni mendim që kjo është që kënej du të me shku kështet. Do të mullë si shoqëni edhe me marrë një vendim çka me bëjmë me veteranët. Nuk ka nevojë kërkush veteranët me ju shku të shtëpia për ditë, me lëvdu ose me kajt, ose me ju qu buk, ose me ju qu mishtina për puna, seni numër 1 është respekti. Statuti i veteranit qysh pranohet. E tash, kanë lidh ato polemikat sa janë kanë, sa s'janë kanë. Edhe aty unë s'muj me thonë kur gjë. Pse unë nuk muj me thonë kur gjë? Prap, unë muj me folë për brigadën teme. Do të më morë së përgjithësi për brigadën e vetë. Prap, unë, edhe mu sot marë më thonë dikush, sot të ushti që janë konë, në këtë Kosovën, që shkëna me bo, s'muj me thonë se unë nuk e di. Unë nuk e di sa luftarë kanë luftu në Koshare, se s'jam konë aty. Unë nuk guzej me folë. Unë nuk guzej me folë për luftat e Ramushit që i ka bo Dlëgjanë, Deçanë, ose Abeja një një katër, se s'jam konë me ato. Të mësomi në atë formi veç për tonat. Kujdesi ndaj veteranëve, unë menoj që arrijet ose, jo kujdesi, se e thash gabim, më falë, vlerat, arrijen të bo projekte.